Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku jemi sërish së bashku, këtë herë për të ndaluar pak te Ferma VIP. Ferma VIP po merr një jehon të madhe, diskutime pafund, banorët kanë filluar të bëhen shumë të zjarrt, fermerët janë tashmë të ndarë në pikpyetje dhe në fakt ajo që merr më së shumë vëmendjen nga të gjithë fermerët e tjerë është Alba. Alba dhe Limi filluan të nisin një romancë dashurie, patën disa pëlqime, mos pëlqime zënka mes njëri tjetrit, sidomos në darkën që Agai kishte organizuar për Limin dhe Albën tek shtëpia e fakirit, u munduan që të argëtohen të dy, ku Limi ja tha Albës në sy që nuk është se ka diçka me të, do të thënë Limi është si ajo puna e bletës që do të hajë në shumë lule dhe Limi preferon këtë. Andueli së bashku me Big Bastën ishin dy banorët të cilët duheshte të krijonin atmosferën gjatë darkës, ku Andueli këndoi më së shumë këngë për ndarje, që në fakt la të kuptohet tek Alba që gjithçka mes asaj marrëdhënie është drejt përfundimit. Banorët kanë qenë shumë të zëshëm, sidomos debati i ashpër ka qenë mes Andreas dhe Ganiut, por njëkohësisht edhe mes Big Mamas dhe Ganiut. Big Mama, siç duket, nuk po krijon asnjë lloj shoqërie aty brenda, ne të gjithë e njohim natyrën e Big Mamas dhe transparencën që ajo ka. Mundoi që t'i thotë gjërat në sy, por siç duket Ganiu dëshiron të bëj, mendoj unë, e shikoj imitimin e gjestit deri diku dhe dëshiron të bëj lojën e gjestit, por banorët janë shumë të egër me të dhe nuk i japin asnjë lloj hapësire brenda formatit të fermës Ganiut. Dhe gjithçka shndrohet në një debat shumë të madh, shndrohet në diskutime shumë të mëdha, deri në ofendime për familjarët e tyre. Dhe shpesh këto ofendime kanë ndodhur si zakonisht edhe në ditën e sotme. Big Mama është e paimagjinueshme, do të thënë nuk mbahet fare, ka vetëm diskutime, ka vetëm zënka, po ja thot Albës non stop në sy dhe marrëdhënia e tyre me Albën është acaruar pafund. Le të themi është ngjajshme me marrëdhënien që ka patur Big Mama me Antonella Berishën në Big Brother VIP Albania 1, kur Big Mama ishte pjesë e atij formati. Gjithsesi, gjërat po shkojnë drejt një, do me thënë loja se po vjen po bëhet edhe më e rëndë, edhe pse është akoma fillimi i fermës, por banorët janë shumë entuziast, janë shumë elektrizues, janë shumë personazhe që në fakt duan të marrin të gjithë vëmendjen dhe duan të jenë të gjithë kryefjala e këtij formati, por japin deklarata të çuditshme vetëm e vetëm të jenë në qendër të vëmendjes. Dua të ndaloj tek një deklaratë që Andrea ka thënë që në momentin kur gruaja ime lindi dy vajza, i thash që merre valizhen edhe ik nga shtëpia. Unë jam shumë i bindur që Andrea këtë gjë e ka thënë për humor, se më pas edhe e ka shpjeguar dhe nuk është natyra e tillë që mund ta thonte këtë gjë. Përkundrazi, Andrea ka qenë personazhi i cili ka thënë që unë pa vajzat nuk mundem të jetoj. Jam dakord që në kompeticione të këtilla, në për reality show të këtilla, në për shtëpi të këtilla ku shikueshmëria, ku vëmendja e shqiptarëve është shumë e madhe, nuk duhet të jepen komente të këtilla, sepse gjithmonë ka qenë ky fenomeni, ky fakti i dhimbshëm tek shqiptarët që gocat nuk janë pranuar dhe nuk janë dashur, por gjithsesi, do me thënë, Andrea këtë duke që e ka thënë në formë shakaje dhe ne do t'i japim mbështetjen e bukur për ta kuptuar të gjithë që nuk ishte e vërtet ajo që thonte Andrea për raportin e vajzës së tij, por e ka me shumë zemër, e ka me shumë shpirt dhe e ka me shumë dashuri çdo gjë që ai ka ndërtuar në familjen e tij. Dhe mbi të gjitha, nga Andrea, i cili sot po merr një vëmendje shumë të madhe me diskutimin që ka me Ganiun dhe me zëngat që ka me Ganiun dhe me shoqërinë që ka krijuar me Anduelin, domethënë dy banorë që janë shumë të fortë brenda kësaj shtëpie, po krijojnë një shoqëri bashkë. Dhe Andueli është rreptësisht kundër Albës, Frederiku, Erandi është rreptësisht kundër Albës. Thënë le të themi gjithë shtëpia është kundër Albës dhe Alba po lufton e vetme dhe po përdor një strategji shumë interesante. Do me thënë, nga Big Brother i Shqipërisë në fermën VIP kemi dallim të lojës. Në qoftë se në Big Brother luheshte individualisht, që për shembull Gjesti luante vetëm, Egli luante vetëm, Rozana luante
vetëm, do të thënë si cili luftonin për lojën e tyre. Në fermë është e ndryshme. Në fermë loja shkon zinxhir. Do të thënë Alba i mban të gjithë në rreth-rrotullimin e saj. Big Mama po ashtu mban në grupin e saj dhe ka një afrimitet me Limin. Limi në këtë anën tjetër e ka Big Mama një mike shumë të mirë, po dhe këtu thotë që Alba më pëlqen në shtrat për marrëdhënie seksuale, ku Alba nuk pranon që ka kryer seks me Limin, ndërsa Limi i thotë që Alba më pëlqen në shtrat. Unë mendoj se Limi duhet të ta bën për t'i pëlqyer Alba. Limi nuk e ka bërë, të paktën ashtu siç Alba thotë që nuk kemi kryer marrëdhënie intime. Nga pjesa Albës, Alba duke që është e dashuruar sepse po aktron ose ka ndjekur shumë Big Brother dhe dëshiron që nëpërmjet një lidhjes të dashurisë të shkojë në finale, edhe pse mendoj unë që Alba nuk ka nevojë për lidhje dashurie sepse aktualisht brenda në fermë është vajza më e fortë dhe të gjithë fermerët i kanë në dorë, për shembull luftën me Nurin e ka pas gjithmonë, dhe tani ku e vërejta unë që Limi ka një lloj pëlqimi dhe ka një lloj respekti për Albën. Gjatë kohës kur Agai i dha Limit qypin ta thënë apo ato kutinë e Pandorës që është në Big Brother dhe Limi kishte të mirën dhe të keqen e saj, Limi duhet të çonte në nominim 3 personazhe dhe ndërtoi çovi dhe Nurin, por Nuri shpëtoi shkaku sepse kishte fituar sfidën. Dhe aty unë e vërejta që Limi e do Nurin, sepse ishte Alba ajo që u ngrit në këmbë dhe nxori Nurin në ballafaqim me Ganiun për të përballë në sfidën se kush do të del në prajmin e radhës. Dhe në këtë rast Limi e mbështeti Albën për zgjedhjen e Albës dhe jo për shembull këtë shoqërinë që ka me banorët e tjerë. Do të thënë është një lojë që përdori një strategji shumë interesante, janë shumë pak të lexueshëm për strategjitë e tyre, krahasuar me banorët e Big Brotherit që janë rrënjësisht lezetshëm, këto janë shumë pak. Do të thënë gradualisht do të kuptojmë se çfarë do të ndodhen në këtë lojë dhe si do të vijojnë ngjarjet. Por që ferma është e ndarë në shumë kënde, këtë jemi duke e parë. Dua mendimin tuaj për gjithçka që ndodhen në fermën VIP.